Rritja e numrit të automjeteve në Shkodër gjatë sezonit veror ka sjellë ngarkesë të shtuar në disa prej akseve kryesore të qytetit. Rikthimi i shumë bashkëqytetarëve nga emigracioni, së bashku me rritjen e numrit të vizitorëve dhe turistëve, ka bërë të nevojshme një menaxhim më të koordinuar të qarkullimit rrugor. Për përballimin e kësaj situate, Policia Bashkiake në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ka vendosur në zbatim një plan të përbashkët masash me fokus lehtësimin e trafikut dhe garantimin e një lëvizje sa më të sigurt në zonat më të frekuentuara. Periudha verës përkon me kthimin e emigrantëve në vendin e tyre. Kjo sjell një rëndim të trafikut në qytetin tonë. Policia Bashkiake në bashkëpunim me Policinë e Shtetit kanë krijuar një plan të përbashkët masash për të bërë të mundur lehtësimin e lëvizjes së automjeteve në qytetin tonë. Kërkojmë nga qytetarët bashkëpunimin e tyre me Policinë e Shtetit dhe me Policinë Bashkiake, si dhe përdëruesve të rrugës, që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Strukturat përgjegjëse vijojnë të jenë të pranishme në terren, duke monitoruar situatën dhe duke ndërhyrë në pikat me ngarkesë më të lartë, me qëllim shmangjen e bllokimeve dhe krijimin e një qarkullimi sa më normal për qytetarët, drejtuesit e mjeteve dhe vizitorët. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të automjeteve të tregojnë mirëkuptim, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe udhëzimet e punonjësve të policisë, duke kërkuar bashkëpunimin e të gjithëve për një sezon veror sa më të qetë dhe të sigurt në Shkodër.